të zotë të vendosin për presidentin dhe kryeministrin Maqedonas, pra që natyrisht do t'jenë nga shqiptar. A do ta pranonin maqedonasit? Por nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë atë mundësi reale të vitit 2025-2050, atëherë do sot të marrin hapa që të mos ndodh ajo. Mirë po, këtu hapet një çështje tjetër. Çështja e çfarësisë së shtetit. Shtetet a janë prona etnike apo janë servisi të qyteteve. Koncepti i pronësisë etnike mbi shtetin është koncept anakronik që shpije drejt e lufta. Shtetet duhet të jenë servise të mira apo të këqija të qytetarëve. Po që se Maqedonia nuk do shndrohet në servis të qytetarëve, do të ketë telashe në relacione ndëretnike. Ne zakonisht përdorim disa nga metaforat për të shpjeguar se ku shpije fenomeni i pronësisë etnike mbi shtetin. Të marrim fenomenin e Prokrustit. Prokrusti ishte një kafexhi që kishte koncepte estetike për bukurinë. Dhe mysafirët që i vinin i çonte nalt në shtrat, dhe po që se këmbët i kishin më të shkurta se shtrati i zgjatte ka pa këmbët. Po që se i kishin më të gjata i shkurtonte këmbët apo duart. Ky ishte ai koncepti i tij për estetiken. Dhe konceptet e këtilla etnike sjellin dhe të fenomenet prokrustiane të shkurtimit apo të zgjatjes. Mendoj se janë fenomene shumë anakronike që nuk mund të kenë perspektivë historike. Maqedonia ka qëllu që të ndërtohet si shtet i pavarur në hapësirat e të shqiptarëve, do të jetë shtet i lumtur, po që se në vete do të ngërthejë dhe elemente shqiptarë si pjesë fondamentale të këtij shteti. Po që se do të tentoj ta anuloj këtë, të mohoj këtë, do të ketë probleme me